Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me lajmet orës 11 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Sot në mbar botën shënohet dita ndërkombëtare e gruas, 8 marsi, kushtuar sakrificës, respektit dhe vlerësimit për gratë dhe nënat. Kjo ditë shërben për të nderuar rolin dhe kontributin e grave në familje, shoqëri dhe në të gjitha fushat e jetës. Madje të gjitha gratë marrin lule nga të afërmit për këtë festë. Por origjina e festës së 8 marsit daton në vitin 1908 dhe është e lidhur me një ngjarje tragjike ku një grup punëtoresh në një fabrikë tekstili në New York bën grev kundër kushteve ekstreme të punës. Më 8 mars fabrika u mbyll dhe punëtorët mbetën të bllokuara brenda. E papritmas shpërtheu një zjarr ku vdiqën 129 punëtore. Kryetaria e Kuvendit të Kosovës, Albulena Agjiu, ka uruar gratë me rastin e ditës ndërkombëtare të gruas, duke theksuar rëndësinë e kontributit të tyre në shoqëri dhe demokraci. Të dashura vajza dhe gra, qytetarë të Republikës, sot shënojmë 8 marsin, ditën ndërkombëtare të gruas. Në këtë datë i bashkohemi lëvizjes ndërkombëtare për të drejtat e grave, e cila angazhon të gjithë qytetarët në kauzën për barazi dhe për pjesëmarrjen e lirë të grave në jetën ekonomike, kulturore dhe politike. Falë përpjekjeve të kësaj lëvizje, gratë sot janë më të fuqizuara se në çdo periudhë tjetër të historisë. Megjithatë, ky progres ende nuk është i barabartë. Nuk është i qasshëm dhe i qëndrueshëm për të gjitha gratë. Në Republikën e Kosovës, ashtu si në të gjitha shtetet demokratike, secili nga ne kemi për obligim që ta mbajmë shoqërinë tonë të lirë nga dhuna, diskriminimi dhe nga përjashtimi. Por gjithashtu, njohim obligimin tonë për të ndërtuar një shtet të zhvilluar dhe të drejtë, ku puna, potenciali dhe ndikimi grave nderohen dhe kanë peshë të barabartë. Edhe sot, ashtu si historikisht, gratë e formsojnë shtetin përmes kontributit të tyre ekonomik, politik dhe shoqëror. Prandaj, në mbështetje të gjitha grave, çdo arritje secilës prej tyre është një hap drejt një shoqërie më të drejtë, më të fortë dhe më të lirë. Urime ditën ndërkombëtare të gruas. Edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, ka uruar gratë me rastin e ditës ndërkombëtare të gruas. Me anë të një postimi në rrjetin social Facebook, Hamza shkruan se gratë çdo ditë e bëjnë botën më të mirë dhe meritojnë respekt dhe mbështetje të vazhdueshme. Ai theksoi se nënat, motrat, bashkëshortet që punojnë dhe vajzat që ëndrrojnë duhet të kenë mundësi të barabarta në shoqëri. Policia e Kosovës ka ndaluar 3 persona në Leposa veç në ndyshimin për kalim të paautorizuar të kufirit. Sipas policisë, ata dyshohet se kanë kaluar ilegalisht kufirin nga Serbia në Kosovë me 2 automjete. Në vetura janë gjetur produkte ushqimore dhe higjienike, të cilat janë dërguar në dogan për verifikim. Rasti, sipas policisë, po hetohet në procedurë të rregullt. Policia e Kosovës njofton se brenda 24 orëve janë regjistruar 62 aksidente, 28 me persona të lënduar dhe 34 me dëme materiale. Gjatë kësaj periudhe kohore, policia ka shqiptuar rreth 2000 gjoba në trafik. Gjithashtu në 24 orët e fundit, policia njofton se ka arrestuar 17 persona për vepra të ndryshme penale, ku 11 prej tyre janë dërguar në mbajtje. Në kuadër të xhiros 23 të Superligës së Kosovës në basketbol, Trepça ka fituar me rezultat të ngushtë ndaj Vllaznimit. Trepça ka regjistruar një tjetër fitore të rëndësishme në kuadër të xhiros 23 të Superligës së Kosovës në basketbol, duke mpostur Vllaznimin me rezultat 73-69 në një përballje shumë të luftuar deri në sekondat e fundit të takimit. Ndeshja nisi më mirë për skuadrën gjakovare, e cila arriti të krijojë epërsi që në fillim dhe të kontrollojë ritmin e lojës gjatë pjesës më të madhe të takimit. Vllaznimi shfaqi lojë të organizuar në sulm dhe mbrojtje solide, duke bërë që Trepça të ketë vështirësi për të gjetur ritmin e saj të zakonshëm.
Si rezultat, mysafirët arritën të fitojnë 3 çereket e parë, megjithse me diferencë të vogël pikësh, duke mbajtur gjithmonë presionin mbi liderin e kampionatit. Megjithatë, në çerekun e fundit skuadra nga Mitrovica reagoi fuqishëm. Trepça rriti intensitetin në mbrojtje dhe ishte më efikase në sulm, duke arritur të ngushtoj diferencën dhe më pas të realizoj përmbysje vendimtare. Në minutat e fundit të ndeshjes, përvoja dhe qëtësia e lojtarëve të Trepçës rezultuan vendimtare, duke i mundësuar ekipit të siguroj një fitore shumë të vlefshme.